Gjykata e Apelit posaçëm antikorrupsion konfirmon vendimin e shkallës së parë për çështjen ndaj ish-kryebashkiakut të Lushnjës Fatos Tushe, i cili u dënua me 1 vit burg, por dënimi u pezullua duke zëvendësuar me 2 vite shërbim prove për akuzën e fshehjes së pasurisë. Ky vendim u bë i formës së prerë dhe përfshin dhe konfiskimin e një prone, konkretisht një apartamenti me sipërfaqe 82.33 metra katror i ndodhur në lungomare të Vlorës, i cili nuk ishte deklaruar nga Tushe. Hetimet dhe provat e paraqitura nga organi i akuzës treguan se ish-kryetari i Bashkisë Lushnjë nuk ishte deklaruar as pronësinë e apartamentit, as shpenzimet për blerjen, punimet dhe mobilimin e tij, duke cënuar kështu ligjin për deklarimet e pasurive. Në shkallën e parë, gjykimi u zhvillua në formën e shkurtuar të gjykimit, ku gjyqtarja Floria Davilli vendosi dënimin prej 1.6 vite burg, i cili më pas u ul në 1 vit burg me pezullim dhe 2 vite shërbim prove, me kusht që akuzohet që të mos kryej vepra penale gjatë kësaj periudhe. Fatos Tushe është një emër i njohur në skenën politike lokale, ndërsa më parë ka qenë subjekt i një tjetër çështje penale për korrupsion. Ai u arrestua në vitin 2021 me urdhër të SPAK dhe u dënua për këtë vepër me 2 vite e 4 muaj burg, dënim të cilin e kreu dhe u lirua nga qelia në janar të vitit 2023. Ky vendim i apelit u mbyll me efekt ligjor këtë çështje të fshehjes së pasurisë, duke konfirmuar sanksionet dhe masat administrative ndaj kryebashkiakut të Lushnjës dhe duke vijuar kështu luftën kundër korrupsionit dhe keqpërdorimit të administratës publike.